Të nderuar shikues, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt nga palestra Sezai Surroj në Prizren. Por përcjellur edhe pjesën e dytë të duelit të mbrëmshëm për gjiron e pesë në ProCredit Superligën e basketbollit kosovar në mes të Golden Eagle Yllit e Bashkimit. Pjesa e parë 27 me 33 për 6 pikë. Prizrenat ishin më të mirë se sa të Randasit. Çereku i parë mbyll 16-12 në favorin e Bashkimit, e i dyti 17-15 po ashtu në favor të Bashkimit. Lojtari më efikas të Randasit është Allen me 7 pikë të realizuara, 6 i ka shtuar Hufman. E në anën tjetër të Bashkimit 8 pikë Ian Anderson, më produktivi, cili ka kontribuar dhe me 2 kërcime, 2 asistime. 7 pikë të tjera Jan Palokaj, i cili ka shtuar edhe 2 kërcime. Sa i përket statistikave tjera të lojës, të nderuar shikues, në asistime më mirë është Bashkimi të saj 8 kundrejt 4 që ka Golden Eagle Ylli. Në kërcime të Randasit 22-25 i ka Bashkimi. Në gjuajtje për 2 pikë, përqindje më të lartë ka skuadra e Bashkimit, gjithsejt 43 me 30 për 3 pikë. Vetëm 2 treshët shënuar nga të Randasit, nga 9 tentime, 22% saktësi. 2 treshe i ka realizuar edhe Bashkimi, mirë po nga 8 tentime, 25% saktësi. Nga vija gjuajtjeve të lira 8 pas Golden Eagle Ylli apo 62% të saktësi, ndërsa Bashkimi 10-7 apo 70% të saktë. Bashkimi arriti që të krijoj avantazh deri në +8 gjatë pjesës së parë, ndërsa përsia më lartë e Golden Eagle Yllit ishte në +2. Tani për pak çaste do të nisë Çereku i treti përballjes. Sigurisht që zyrtarët e Bashkimit që vetë janë munduar që të krijojnë një skuadër që cënojnë seriozisht trofeet, njëjtë sikur se të Randasit. Nisje shumë të mirë patën Prizrenasit, mirë po është vetëm fillimi i kampionatit dhe ecuria tutje do të jetë shumë e rëndësishme si për njerën, po ashtu dhe skuadrën tjetër. Me njerë një gjuajtje e lirë për Allen, në cili realizon 29-33. Aksionin e parë do të organizojnë Prizrenasit. Me akoma në pritje diçka nuk është në rregull me semaforin me Gjas. Ku është Kier Anderson, u ngrit nga banka për të dhejtur skuadrën me 8 pikë, 2 kërcime, 3 asistime.
Koma pa filluar pjesa e dytë me njerë time out. Gjëra janë mjaftë monotone të ndëruar shikues pasi shumë gjëra duhet të testohen përpara se të fillojë dueli e jo me protagonistëm të bën gjëra tjera si kjo e semaforit. Më në fund do të startoj qereku i tretë të ndëruar shikues. Në kuadër të kësaj gjiroje. Peja ka poshtur si Gal Prishtina ko plus Peja, pra 95-90. Shojmë se çfarë do të ketë kjo përballje. Palokaj Gjuani saktë është. Jan Palokaj i disponuar sonde ndaj skuadrës së tij. Tani është në kotën e 9 pikve. 28 me 35. Hufman Gjuan s'ka shënim. Kap topin Bailey. Kian Anderson, Bailey. Gjysmë distanca Gjuan duke realizuar 5 pikë të tij. Lën për Hufman, ka të vështirë që të mbroj topin në qendra të rëndase. Jan Palokaj. Tentimi ti, edhe njerë Jan Palokaj realizon 11 pikë në total, plus 9 e përsia e Prizrenasve. Të dyrohet që të marrë time out tani Fotis Takianos. Me efikasitet i lartë e bashkimit. Që është sigur të ndëruar shikues se pas gjirosh kampionat. Peja është e pamposhtur. Mund të jetë edhe bashkimi në rast se fiton këtë përballje. Leri Thomas. Çalaku.
Arjan Çollako, tentimit i s'ka pik. Topi shkon me fat tek Çollako, pasimi shumë i mirë tek Riz. Golitje ti. Insistuan Theranda se më në fund arritën që të realizojnë 2 pikësh me golitjen e Riz. Palokaj, Kian Anderson, ishtë antari Prishtinës. Kian Anderson ka pozita qëndrore, provon, s'ka pik. Topi për një moment ishte të Çollako, s'ka ndërhyrjet pa lejueshme. Ka ndërsohet aksioni, atyre është e natyrshme kjo. Tentim nga distanca, Palokaj nuk realizon kërcim në mbrojtjen nga Les Shoshi. Ka ndërhyrje të pa rregullt nga Altin Morina. Kjo përpjekje për krijuar hapësirë nga Leri Tomasi, pa fat. E pam se si topi hyri dhe doli nga koshi. Tjetër gabim në dhëqje të aksionit nga Bailey. Les Shoshi. Leri Tomas, çfarë pasimi i ti, ka ndërhyrjet pa lejueshme në Riz nga Altin Morina. 3 minutat e para pothuajse kaluan në këtë çerek të tretë. Riz është në kotën e 3 pikëve. Ja ku është edhe 4-ta. 3-2 është nga vija gjujtjeve të lira. Të tik avantazh për bashkimin, Kian Anderson. Jan Palokaj. Kian Anderson, Altin Morina nga këndigjuar dhe shtreshe. Edhe një 3 pikësh i Altin Morinës është i dyti. Një qëlloj edhe në çerekun e dytë të pjesës së parë. Riz. Dhe tjeri blokad nga Lake. Merë topin Kian Anderson. Kian Anderson, ja tani ai tentim. Shojmë. Leri Thomas për Allen. Gjithnjë Allen. Nga gjysmë distanca provon, s'ka pik, niset Bailey. Jan Palokaj bllokohet nga Çollako, ka ndërhyrje të pa lejueshme. Dalje shpejt përpara bashkimit, mirë po nuk lejoi pik. Arjan Çollako. Palokaj, anë është në kotën e 13 pikëve. Katërmbëdhjetë pikë të Jan Palokajt. Është lojtari më efikas në ndeshje. Topi rëmbyer nga Prizrenasit. Ja ku është atje Bailey, deri në fund shkon
duke realizuar për 32-47. Beli që është në kuotën e 7 pikëve tani. Arjan Çollaku, lëvizje e mirë e tij. Çollaku shkon deri në fund, s'ka pikë. Mirë, po është ndërhyrje pa rregullt. Arjan Çollaku, 3 pikë të realizuara, afër 25 minuta që është në lojë. Bickerstaff do t'inkuadrohet në lojë. Sot edhe Hoffman, i cili është duke luajtur me 6 pike, 8 kërcime. Çollaku shënon tentimin e parë. Herën e dyti pas sakt Arjan Çollaku, 4 pikë në total. Kian Anderson thjesht i pandalshëm, shënon edhe një herë 10 pikë, bëhet lojtari i dytë me pikë dyshifrore në radhët e bashkimit dhe në përgjithësi në ndeshje. Lovre Bashic, Allen, Arjan Çollaku i lirë, nuk ka 3 pikë, është Bickerstaff merr topi, me njerë pason për Kian Anderson. Kian Anderson, buku lëviz topit, shojmë, është Cousins, i cili kërkon hapësirë, pason për Altin Morinën. Jan Palokaj, Kian Anderson, në kalça, nuk realizojnë priz Renaset. Shëtitën topin në çdo kënd mirë, po gjujtja e fundit e Kian Anderson ishte e pasaktë. Gabuar pasimi kësi Morinës, nisët Altin Morina. Kian Anderson, Altin Morina, nuk ka arritur që të mbaj tokën e lojës, kjeli vijen. 4 minuta lojë mbetur në çerekun e tretë. Nisët Lovre Bashic. Shojmë këto, Bunjako, bukur, shkon deri në fund, luftoj atje dhe arriti që të realizoj. Lovre Bashic. Dhe njerë përshojmë, është ndërhyrje pa rregullt. Zemurina me gjojt në parë të lirë, shënon. Pika e pare kapitenit të Randas në këtë ndeshje. Ja dhe pika e dytë.
Cousins. Bickerstaff. Punjoku. Lëvizje ka bon as pak I momentshëm me atë tentim për të vërtuar Jeremia Bailey, lojtari që I ka 7 pike, 9 kërcime të kushtuar dhe 3 asistime, 2 topa të vjedhur, por edhe një blokad. Allen Gabon. Punjoku për Cousins. Cousins, blokade Ufman. Valon Punjoku. Altin Morina. Për 3 gjuar Altin Morina. Nuk shënon. 35-51 rezultati. Gzim Morina. Në fund realizon pasi ishte shumë insistues. 37-51, 2 minuta 10 sekunda. Lojë mbetur në çerekun e tretë. Sërish nuk ka shënemër Tobin Hoffman. Allen. Gzim Morina. Shojmë këta tem. Sërish nuk ka treshe, edhe një gjuajtje tjetër, sërish pa treshe. Shpëtohet topi, Gzim Morina për 3 gjuan, as kapiteni të Ramos nuk realizon. Efikasitet katastrofal në këtë çështje me gjuajtjen nga distanca. 37-51. Mbrojtje mirë, gol të Nigel Lullit. Allen, Gzim Morina I lirë krejt, se është pa problem. Shënon 6 pikë të kapitenit. Shkërkuar time out nga banka Prizrenase. Duket Lejson Seqiri nuk është I gatshëm për të luajtur sot, edhe pse figuroi në roster. Bashkimi së fundmi pati ndeshje shumë të vështirë në kuadër të FIFA Europe Cup, mposhti gigantin kroat Cibonën në këtë palestër. Paraprakisht ishte shumë afër që triumfonte ndaj një skuadre të madhe evropiane, siç është ajo franceze e Dijonit. Historia e parë historike në FIFA Europe Cup për Prizrenasit. Disa këndë vëshojmë, disa reaksione më të mira deri tash. Aksioni është I Prizrenas me Cousins. Vajzia Cousins. Vetëm 2 pikë ka të realizuar. Huqë dhe kësaj radhe. Kemi në minutën e fundit të çerekut të tretë. Tjetër gjojtje gabuar nga Gzim Morina.
39 me 51. Kian Anderson. Shpëtohet topi nga Beli që krijon hapësirë dhe shënon 9 pikë të tij. Larry Thomas. Allen në vjen e Gjulio të Lira, lojtari që ka realizuar 8 pikë. Ja ku është 9-4-3 nga vjen Gjulio të Lira. Edhe herën e dytë qëllon Allen 10 pikë të tij. Loj tek Therandosit është inkuadruar edhe Altin Shala. Ska shumë kohë këtu. 7 sekonda, faulli është i Lovre Bashicit. Të përshojmë këtë gjuhetje distanca e largët mbyllën në 30 minuta lojë në Sezai Suroi. 41 me 35 rezultati. Kujtojmë që çereku i parë përfundoi 12 me 16 në favorin e Bashkimit, edhe dy çerekët në vazhdim i takuan ekipit Prizrenas 15, 17 dhe 14 me 20. Tani për pak qase do t'jemi me 10 minutën e fundit mirë, po e përsi tani krijuar nga Prizrenasit, të cilët maksimalin e avantazhit e patën plus 12. Vetëm dy herë më falni gjatë çerekut të parë Golden Eagle Lule arriti që të krijonte e përsi, e cila shkoi në plus 2 maksimalja. Lojtarët më efikas të Bashkimi janë Palokaj me 14 pikë, Kian Anderson që ka shtuar 10, në anën tjetër të Therandosit vetëm Allen ka realizuar pikë dyshifrore 10 gjithsejt. Nga 6 kanë shtuar Gzimorina e Brandon Hoffman. Tani do të nisë çereku i fundit. Lovre Basic. Shoshi.
Lovre Bashegjuan, Treshja e tij 6 pikë në total, Treshja e dytë pas 3 tentimeve. Katëret e 4 me 53, ka ndërhyrje të parregullt në Lis Shoshin. Katër pikë ka realizuar Lis Shoshi. Ka shtuar edhe 3 kërcime, 1 asistime, 1 blokad. Pika 5 të tij. 45 me 53. Bailey. Si po shohim të tentim nga pozita qendrore, Skashën e kërcim në mbrojtje nga Lis Shoshi. Lovre Bashic. Tentimi Shannon Allen, 12 pikë të tij, 47 me 53. Tani po shohim pa lokajn bukur i bërë gjitha përpos shënimit. E gjuajtje gabuar e tij. Vërejtje mirë edhe nga Valon Bunjaku. Fauli është i Lis Shoshit. Kozez. Po shohim tentimin e Bickerstaff, tjetër kërcim nga Lis Shoshi. Kërcimi numër 5 dhe i pasti në fazën defensive. Pas plus për bashkimin, 7:45 deri në mbyllje. Lis Shoshi. Lovre Bashic, Shoshi, Gzim Morina, gabon. Nuk arriti që të shpëtoja top. Lojtari i cili sonte nuk është në formën e tij më të mirë për të fjalë për Isaiah Cousins. Po shohim tani
të gjuetin nga Leri Thomas, i cili realizohet për 50-53. Shumë të tentim pik nuk ka, mirë po është ndërhyrje pa rregullt. Të kthejtë lojë Altin Morina. Ufman e Ris janë në bank. Largohet janë Palokaj, jo shumë i qetë në këto momente. Lejk në vjen e gjojtjeve të lira. Shohim, nuk shënon herën e dytë Lejk. Bunjako e këtën topin e lojë. Lejk, Altin Morina dhe Valon Bunjako. Valon Bunjako tenton që të kojnë sërish me Lejk. 6-56 lojë mbetur. Sërish nuk ka pik. Topi do të vazhdoj të jetë në pronësinë e bashkimit. Kian Anderson, i sakt është. Tani ka 12 pik. 50-56. Allen. Ka humbur topin. Gjash minuta 20 sekonda. Lojë mbetur, do të vazhdoj kampionatin pa humbje bashkimi, apo do të ndalë serin pozitive të tyre Golden Eagle Ylli. Rojtje mirë Shoshet. Lovre Barishic. Sërish nuk ka pik. Merë topin Lejk. Kian Anderson, Lejk. E krijon hapësirën, piket do të pranohen. 8 pik avantazh për bashkimin. Lëvizhuar drejt finishit përballjes.
8 pikë avantazh për Bashkimin që është në rrugë të mirë. Siguroi edhe fitoren e 5 në pas ndeshje këtë edicion Pro Credit Superligën e basketbollit tonë. Është shumë dallim në statistika të ndëruar shikues mirë, po në ato momente kur më së shumti kishte nevojë skuadra erdhën pikët për Arpacjekt. Ja, kjo zgjuajtje. Pikë të reja për Golden Eagle Yllin. 53 me 58 rezultati. Po të vajse jemi në 5 minutat e fundit. Spak e mirë kjo pamje, shpresojmë se gjithçka do të jenë në rregull me Shoshin. 12 me 5 rezultati në çerekun e 4 në favorin e Theranasve. Fati tani me Altin Morinën. 53-61. Katër 46 deri në mbyllje. Përvja është pa rregullt nga Larry Thomas. Në vijën e gjyrëve të lira Kian Anderson, lojtari që sonte arriti që të realizojë pikë shumë të rëndësishme për skuadrën. Çfarë shënimi tani nga Lake, entuziazmon në tifozit e pranishëm në Sezai Suroje, që sejt 9 pikë të Lake-it, i cili ka shtuar edhe 4 kërcime, 3 në mbrojtje, në fakt 4 në mbrojtje, me këtë 5. Mjaft efikas, Lake ka dhe një gjuajtje të lirë, cili realizon pra duke balitarit të më efikas në skuadër. 53-64 rezultati. Shoshe në ato pozita është i pafalshëm. 55-64. Apo shohem fati krejtësisht në anën e Bashkimit. Gjithçka po funksionon në këto çaste të fundit. Larry Thomas nuk ka realizuar
Merë topin Altin Morina, Kian Anderson. Kian Anderson, lëvizje të mirë. Loja është ndalër, i kota i shënim nëse do të përfundon të si tillë. Sak në gjuhët në partë të lirë, Kian Anderson, 13 pikë të ti. 55 me 67. Në njerë shënon Kian Anderson. Për para se gjuan të Lovre Bashiqi. 3 minuta 28 sekunda. Loj e mbetur. Cousins. Pasimi për Altin Morinën, shpëtohet topi. Mirë po jollet deri në fund. Çollaku është ndërhyrje pa rregullt në Arjan Çollakun. Larry Thomas. Larry Thomas shënon. Larry Thomas që ka 7 pikë të realizuara. Këtë asë 2 minuta 25 sekunda. Lojë mbetur. Tjetër time-outi kërkuar. Bashkimi që është duke shkuar drejt triumfit edhe në gjiron e pas të Pro Credit Superligës.
Atmosfera vazhdon të mbretërojë zjarr në Sezai Suroj, edhe pse nuk është mbushur palestra plotësisht mirë, po gjatë gjithë kohës tifozët në përkraje të bashkimit, edhe pse tham ndeshja po zhvillohet në Prizren. Skuadra që mban epitetin vendas është Golden Eagle Ylli, 13 pikë, një asistim, 2 kërcime nga Alan. Zakir Anderson, 16 pikë, 4 kërcime, 6 asistime. Alan provon, nuk ka shënim. Luftë për topi takon. Atje pa shumë mund të kapi Lake. Tani shënimi tjetër, Cousins. Vetëm pika 4 të ti rall ka qenë në tim të skuadrës e përket pikëve të shënuara. 59-70. Lovre Bashit s'ka pikë të realizuara. Çastet e fundit të ballafaqimit. Janë Palukaj, s'ka treshe, insiston Lake, i pasakt, edhe njerë Lake. Asë rrezikshme në zonën Mysafire. Tani insistojnë pa pushim vëllat të vendas. Qashtë 12 sekonda deri në mbyllje. Këto e njetë të ndëruar shikues. Në këtë ndeshje, Thërandasit e Golden Eagle Yllit janë vendas. Për shkak që palestra sportive në Thërandë është duke u shfrytzuar për ballotazh, pra për zgjedhje. Për zgjedhje lokale natyrisht. Nën pikë avantazh për bashkimin, po i shohim edhe statistikat për 2-3 nga gjuhetjet e lira, pastaj kërcimet, asistimet, topët e vidhur, blokadën e kështu me radhë. Të shikon disa momentet më të bukura të kësaj përballje. S'ka shumë kohë këtu, pothuajse për asgjë të ndëruar shikues. Vërsia e Golden Eagle Yllit e natyrshme pothuajse. Që i menaxhoi mjaft mirë gjithë duelin. Është vështirë që në këto çaste të bëhet ndonjë përmbysje spektakolare e rezultatit. Jan Palukaj. Saktë është realizon
61 me 72. Tjetër time out. Kujtoj edhe njerë të ndëruar shikuesit e Bashkimi. Dëmë efikaset janë Kian Anderson, Jan Palokaj me nga 14 pikë se cili 12 i ka Lake. E në anën tjetër të Golden Eagle Ylli 15 pikë Allen, 11 të tjera Bashic. Që nga fillimi pra Bashkimi arriti që të menaxhoj që shka duke lënë nëse nuk ka bojë në vetëm 2 raste që Therandosit të jene përsi dhe atë maksimalin arritën në vetëm 2 pikë, dërsa e përsia Bashkimit më lartë të shkoj në plus 18. Dojë dhe tjetë për Lovre Bashicin. Luftar atje që Lako, Sarjani nuk arriti që të realizoj. Ka ndërhyrje të pa rregull Kian Anderson. Anderson 14 pikë, 4 kërcime, 7 asistime. Tjetër performancë prej lideri në radhët e Bashkimit. Nuk ka kohë këtu për asgjë të ndëruar shikues. Kjo ndeshje do të mbyllet me fitoren e Bashkimit. Skuadra e cila nga 5 ndeshje pas fitore. Njëjtë sa ka dhe Peja pas fitores ndaj Sigal Prishtinës. 12 sekondat e fundit. Janë Palokaj për 3, Gjuan s'ka shënim. Këtu askohë nuk do të ketë për asgjë. Kujtoj që Qereku i parë mbyll me shifra 16-12 në favorin e Bashkimit. Njëjtë sigurisht Qereka tjerë që u mbyllën në favorin e ekipit Prizrenas, i dyti 17-15, i treti 20-14. Rezultati momental në Qerekun e fundit është 21-14, mbyllët ballafaqimi të ndëruar shikues 64 me 74, një lojë e cila ishte në rastet caktuara shumë interesante, shumë aksione të mira, pam shumë mbrojtje të forta me individ që u dalluan e te Bashkimi. Ishin Palokaj e Anderson me nga 16 pikë se cilin, ndërsa tek Therandosit 15 pikë realizoi Allen e 11 të tjera Lovre Bashic, lojtë e mirë Shfaqje dhe Lidh Shoqri që shtoi 10 pikë e 5 kërcime. Të ndëruar shikues, unë ju lë me këto pamje duke ju falendëruar për vëmendjen e për më shumë sport. Mos hezitoni që ndroni me kanalet sport platformës numërin në vend Art Motion. Natën e mirë.